Në fillimi ishte një ide e thjeshtë. Dy të rinë në San Francisco që vendosën të nxirrnin me qira një dyshek në sallon për një vizitor që zgjente dot hotel. Nga ky gest mikpritje, lindi Airbnb, një platformë që sot ka më shumë se 7 milion listime në mbi 220 vende. Por ajo që nisi si ekonomia përbashkët shumë shpejt u kthye në një ekonomi paralele që po riformson vetë strukturën e qyteteve moderne, duke krijuar fitime të mëdha për pronarët, por edhe krizat e thella sociale për banorët e përhershëm. Në Barcelonë qytetarët protestuan me pankarta "Qyteti im nuk është hotel". Lagjet historike si El Raval dhe Barrigotik u kthyen në zonat e ngarkuara me turistë, ndërsa qirat për banorët vendas u rritën me mbi 30% në një dekadë. Si përgjigje, autoritetet ndaluan dhënien me qirafa të shkurtër të apartamenteve të tëra në qendrat historike. Në Lisbonë, një qytet i bukur me pagë mesatare rreth 1000 euro, banorët nuk mund të përballonin më qirat që shkonin deri në 1400 euro për një apartament të zakonshëm. Qeveria reagoi në një mënyrë radikale. Shkriu disa leje Airbnb dhe nisi të blej vetë apartamente nga tregu për t'i kthyer në strehim social. Në New York, qyteti që dikur kishte mijëra listime aktive, autoritetet zbatuan masa të ashpra për të kufizuar përdorimin e Airbnb. Kërkesa për regjistrim zyrtar, ndalimi i dhënies me qira të apartamenteve pra pronarin brenda dhe gjoba të rënda për shkelësit. Edhe Amsterdam, Berlin, Vancouver dhe Paris janë përballur me sfida të ngjashme. Më pak banesa për banorët, më shumë presion mbi infrastrukturën dhe rritje të ngjeshme të çmimeve në zonat qendrore. Në Shqipëri ndikimi i Airbnb është më i heshtur, por gjithsesi i dukshëm. Platforma është bërë mjeti kryesor për turistët që kërkojnë një përvorme autentike larg hoteleve tradicionale. Në Tiranë, Airbnb është kthyer në një motor të qirasë larg. Zona si Ishbloku, Komuna Parisit dhe 21 dhjetori kanë parë një rritje drastike të qirave mujore, pasi shumë pronar kanë zgjedhur të mos japin më banesat me qirafa të gjatë, por t'i shndërrojnë në një sillë ditore për turistë. Në Saranë, sipas të dhënave nga agjencitë imobiliare gjatë sezonit veror 2023-2024, 30 deri në 40% e apartamenteve të reja janë listuar vetëm në Airbnb. Kjo solli një krizë menjëhershme strehimi për punonjësit sezonal dhe banorët vendas, të cilët nuk arrin më të përballojnë koston e jetesës në qytetin e tyre. Në Berat, ndryshe nga qytetet më të mëdha, ndikimi i Airbnb ka qenë më pozitiv. Shtëpitë karakteristike të lagjes Mangalem janë restauruar dhe ofrojnë përvoja unike për turistët. Ato mbahen nga familjet vendase, të cilat kanë krijuar një model të qëndrueshëm turizmi kulturor. Padyshim Airbnb ka sjellë mundësi reale për mikro sipërmarrje. Pronari një garsoniere në Tiranë që dikur fitonte 300 euro në muaj nga qiraja, sot mund të fitojë 600 deri në 1000 euro në muaj përmes Airbnb, sidomos gjatë sezonit turistik. Por fitimi individual po krijon kosto sociale kolektive. Në mungesë një kuadri të qartë, Shqipëria përballet me ekonominë informale, ku pjesa më e madhe e pronarëve nuk i deklarojnë të ardhurat nga Airbnb. Rritje të pastudjuar të qirave dhe pa një rregullim të tregut, banorët e përhershëm po poston nga qendrat urbane. Dhe rrezik të mbingarkesës turistike dhe shkatrimit të identitetit lokal, veçanërisht në qytetet e vogla dhe bregdetare. Airbnb është një revolucion i padukshëm që po ndryshon mënyrën si jetojmë, udhëtojmë dhe përfitojmë nga prona. Por për të qenë mjet zhvillimi dhe jo burim krize, duhet strategji kombëtare që përfshin regjistrim të detyrueshëm të banesave me qirafa të shkurtër, taksat e drejta për të siguruar barazim me hotelet dhe bizneset e tjera, si dhe kufizime në zonat ku mungon strehimi për banorët lokal.